Po sikur mendja e njeriu të jetë e programuar, po sikur aksionet që ne bëjmë të jenë të diktuara nga diçka e mbinatyrshme dhe ne nuk mundemi ta kuptojmë. Tani ndiqeni me kujdes. Eksperimenti bërë nga vitet 1980 që nuk flitet gjithësisht, por që ka lënë pa fjalë tërë shkencën. Kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Ishte viti 1980. Një neurokirurg i quajtur Benjamin Libet bëri një eksperiment të çuditshëm. Nuk bëri në një eksperiment që mendohet, siç themi ne shpeshherë, që bëhet një eksperiment me kavja, jo, por ishte shumë i thjeshtë, por me një domethënie thelbësore. Tani dëgjojeni. Nga ku aty mendohet që morën edhe disa të dhëna për sa i përket disa filmave që tregojnë me alegori që ne gjendemi brenda një matriksi ose brenda një mendjeje të madhe të programuar. Atëherë, Benjamin mori disa vullnetar, ishin rreth 120 vullnetar, dhe nga këta seleksionoi disa prej tyre dhe bëri vetëm të bëni një gjest. Vetëm të lëviznin gishtat, këmbët, apo testin, pra të bëni një aksion me vetdije. Okay? Pra, çdo aksion që ne bëjmë, ne mendojmë që bëhet me vetdije, sepse ne nëse shkojmë për shembull drejt këtij drejtimi, themi do ikim nga krahu tjetër tani dhe bëjmë një lëvizje tjetër. Kujdes, sepse po ju flas për disa gjëra që për ne duken banale, por janë thelbësore. Po Benjamin donte vetëm të maste aktivitetet elektrike të memorjes së njeriut, pra aktivitetet dhe momentin e lëvizjes. Dhe çfarë bëri? Vendosi pra lëvizjet e tyre në një kompjuter dhe shikoi pa që lëvizjet që bënin njerëzit, pra ishin impulse elektrike përpara se ata të bënin një lëvizje. Pra arrinin impulset elektrike në tru përpara se të bënin një aksion. Por prisin sepse nuk mbaron këtu. Ai i quajti këta sinjale, kam shkruar sepse nuk e mbaj mend. Këtë nuk e kisha dëgjuar, kështu që e kam studiuar, e dija këtë si studim, por emrin, titullin nuk e dija. Dhe quhet Redins potencial. Okay? Redins potencial. Sinjali Redins potencial. Çfarë është ky Redins potencial? Është një sinjal, pra sinjali potencial përpara se të fillojë aksioni. Me pak fjalë, truri vendos një aksion përpara se ndërgjegja ta kuptoj. Nuk e dim edhe një herë. Vjen, ne do bëjmë një aksion, për shembull të lëvizim gishtin. Në momentin që ne mundohemi të lëvizim gishtin, vjen nga truri, por njëkohësisht, por prisni, jo nga ndërgjegja. Ne kemi ndërgjegje, sepse duhen ndarë dy gjërat. Ne kemi trurin dhe kemi edhe ndërgjegjen. Në qoftë se ne nuk janë të bashkë, janë të ndara, njeriu nga momenti se të gjithë kanë tru, edhe speciet më të vogla, edhe milingonat, mizat, çdo gjë ka tru. Por ne duhet i ndajmë sepse nga momenti njeriu ka një ndërgjegje, ka një dije, dhe vetdia e njeriu dhe ndërgjegja e bën atë që ta ndajë nga kafshët, nga speciet, është më i zgjuar, është më përpara. Pra, kjo ndërgjegje duhet veçuar, duhet ndar nga pikërisht pra nga truri. Dhe nga momenti që ne mendojmë një aksion, duket sikur këto janë të dy komponent që kooperojnë mes njëra tjetër. Por prisni, sepse është truri që i dha urdhër. Pra, i dha një urdhër. Ndërgjegja, nga ana tjetër, mund ta pranoj, por mund edhe të mos ta pranoj. Mund ta kthej, mund ta çojë diku tjetër. Por është truri ai që jep impulsin e parë, pra që jep frekuencën e parë. Dhe kjo është madhështore. Nga kush vjen? Nga vin sinjali. Me fjalë, nga vin, sepse është një komandën, nuk ja jep vullneti që ne kemi. Kujdes, pra ne kemi vullnet të bëjmë diçka, por është akti, pra akti që vjen nga burimi, nga kush burim. Pra është një, duhet ta bëjmë të thjesht për ta kuptuar. Me aq sa e kuptova dhe unë, nuk është se jam super ekspert, por doja që t'ja u tregoja. Pra, ky është truri i njeriut. Dhe brenda trurit njeriut ka një aksion, pra akti, dhe pastaj ndërgjegja që e përpunon dhe pastaj bën aktin, pra veprimin. Por kush ja jep informacionin? Pra kush ja jep informacionin për të kapur këtë akt ndërgjegja?
Pra vullneti që merr pastaj sepse është vullneti që ti të bësh diçka. Ti mund mos kesh vullnet dhe nuk e bën. Dhe ky është një nga eksperimentet më të mëdha, sepse eksperimentet të tjera u bën më vonë dhe ishin eksperimente ose gaboj me FMRA. Dhe këto eksperimente ishin kolegë gjithmonë neurologë dhe studiues të tjerë, vitet më vonë, pra nga vitet 90, 95 dhe në vitet 2000, dhe vurën re diçka tjetër, akoma më absurde. Me një fjalë, në momentin që aksionet arrin në tru, me një fjalë aksionin që ju thash më përpara, që vjen në tru, për t'ia çuar ndërgjegjës që në momentin pastaj të veproj, parashikohen këto aksione 7 sekonda përpara se të veprojmë. T'ja u përsëris. Aksionet që vinë, ne mund t'i parashikojmë, me fjalë i shikojmë me disa aparatura, ne mund t'i shikojmë. Përpara se të vinë, aksionet duhen 7 sekonda. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që në momenti që vin akti, pra kur ish dhën impulsi, vin në tru, atje ku jepen, ku ndahen dhe ku jepet shkëndija. Dhe nga i moment ndërgjegja vepron dhe pastaj vullneti kërkon të bëj aksionin. E merr sipas vullnetit, e merr aksionin ose nuk e merr. Pra sipas dëshirës, në sintezë, ç'do të thotë kjo? Pra dikush jep trurit urdhër, sikur t'jeti programuar, i jep urdhër për një aksion. Ndonë se jemi ne ata, por duket sikur është i lidhur me një kompjuter tjetër dhe i jepet aksioni. Dhe nga momenti që jepet aksioni, derisa ti ta veprosh me atë aksion, 7 sekonda, me fjalë përpara se ti të veprosh, mund të parashikojmë se çfarë ke ti ndërmend. Pra, kush është akti? Kush është ai që do bësh ti? Ne e parashikojmë, thot ai, pra studiuesit, thonë që ne mund ta parashikojmë në këto 7 sekonda përpara se të ndodhi. Është absurde ta mendosh. Me një fjalë, këtu mund të futemi edhe në atë që quhet déjà vu, ose të tjera, sepse ky moment që është një moment blackout, ose një moment honi, sepse nga momenti që vinë informacionet, derisa ti e zhvillon informacionin, kaloj me fjalë këtu qëndrojnë 7 sekonda, ka bosh 7 sekonda. Në këto 7 sekonda mund të ndodhin shumë gjëra. Mund të ndodhin që këto informacione që vinë këtej nuk janë të sakta, ose nuk janë të sakta, por ndërgjegja varet se si i merr. I merr apo nuk i merr? Sepse varet nga aksionet, nga impulset. Tjetra është që në akti vjen nga qarqe, pra nga qarqe, si thot neuroshkenca, nuk është e them unë, nga qarqe të tjera. Pra akti që thash më përpara që vjen, për të shkuar pasaj tek ndërgjegja, vjen nga qarqe, si thon neuroshkenca, të tjera. Ç'do të thot me këtë? Që nuk është njeriu, nuk mund të jetë njeriu, por është diçka tjetër. Dhe këtu të bën të mendosh që mund të jetë vërtet një mendje e programuar, padyshim nga një kompjuter biologjik. Megjithatë, unë them që në traditat e lashta, për shembull budizmi e ka thënë që më përpara, që prej kohërave antike, që thotë që uni nuk është gjë tjetër veçse një proces, nga proces i vënës së punë të një jete. Ç'do të thotë kjo? Me një fjalë, sikur uni i ndërgjegjshëm thjesht vepron ato çka i përsëritet nga akti, ose më mirë nga universi, ose nga bota. Pra është një akt i kryer, por veç kalon me pak fjalë, t'ja u them këtë. Nuk është kaq komplekse, dëgjoni. Pra me pak fjalë, si thot budizmi, thot që njeriu është vetëm një përcjellës rrymë ose aktesh ose çdo gjë. Dhe akti në këtë rast është diçka që vjen dhe përcillet nëpërmjet njeriu që e bën veprimin. Pra është çdo gjë e programuar. Në fakt në Upanishad, për shembull, Upanishad thot egoja e njeriu thot, nuk më vjen tani në shqip, është ajo thot që përvetëson aksionin. Pra egoja që ti ke, ose më mirë qenja jote,
përvetëson aksionin, që me pak fjalë, edhe këtu do të thotë që merr informacionin dhe veç e përcjell. Kështu që në sintezë mendohet që mendja e njeriut nuk është gjë tjetër veç se e programuar nga një program super kompleks, por biologjik, që mund ta quajmë krijimi ose krijuesi ose Zoti, që i ka të programuar çdo gjë për çdo detaj. Dhe kjo të bën të mendosh që edhe jeta jonë atëherë është e programuar dhe njihet se deri ku do shkoj. Them, megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë eksperiment të këtij zotërisë të Benjaminit? Pres komentet tuaja. Natën mirë.